Ti ju keni arrit i vogël, krejt fëmijët me i shkollu. me bereqet. Ka qenë 28 metra katrore. Është shumë interesant edhe distributor që kanë ardhur kanë respektu. Se i kanë po fëmin, janë konë fëmija bukur shumë, 6 metra edhe 5 vllaut, dhe që ma ishin rrash për një dhe arshin 11 takullore për njëherë mi morre. Pësa material shkollor, veshmbathje, veçaropa më jubilir është mjaftan. Mirë po, o konë që thatë jo me bereqet. Kumë punu në market deri në 2014 e pastaj fëmija u shkollu, u orientu në të tërkaj dhe s'kisha unë nevoj mo, u punësua të tërkon, tash fëmija fatmirësisht punin gjithë. Tash janë të gjithë në jetët e tyre dhe të shëndosh me profesionet, me fushat që kanë Profesionet zhjith. ndryshme. Të ndryshme i kanë. Ne folëm veç për vajzat, nuk folëm hiç për djalin që e ke pas 4 vajzave. Për djemt, ke 2 djemë? 2 djemë. 2 djemë pas 4 vajzave. Tregomi pak raportet ose ndjesin e ardhjes të ty në jetë. Ata kanë linë në faza krejt tjera, në periuda krejt tjera, të kanë gjetë një jetë krejt tjetër. Në 2004 në prill, 2004 të së më ka linë djallin, mas 4 vajzave. Ma shumë u gëzunë. Me sa prill? Ta shofër pas ka ditë lidhjen? Me 6 prill. Me 6 prill, okej. Edhe ma shumë u gëzunë mëtrat e djallit, të thëtë vajzat e mija, se sa one. One mu përzin djenjat. Edhe nuk e kisha problem, unë është djallja vajzë, vetëm me konë shëndash e mija. Bravo, shumë mirë.